Dashi, dita e sotme do të sjellë disa ndryshime të vogla në jetën tuaj emocionale. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja dhe të bëni disa zgjedhje të rëndësishme. Në punë, do të keni mundësi të reja për të treguar aftësitë tuaja, por kujdesuni që të mos e teproni me pritshmëri. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë sot, ndaj është mirë të planifikoni shpenzimet me kujdes. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatur, prandaj merrni kohë për të relaksuar mendjen. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen do të ndihmojë për të rigjetur ekuilibrin. Mos harroni të mendoni pozitivisht dhe të jeni të duruar me veten. Demi, sot mund të ndiheni të nxitur për të bërë ndryshime në jetën tuaj personale. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të komunikuar më hapur me partnerin. Kjo është një ditë e mirë për të diskutuar çështje që ju kanë shqetësuar. Në punë, mund të përballeni me disa sfida, por me përkushtim do t'i kaloni me sukses. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, ndaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Ndjenja e lodhjes mund të jetë e pranishme, prandaj mos harroni të merrni kohë për veten. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe fizik duke bërë diçka që ju relakson. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të fokusuar për të përballuar çdo situatë që mund të linë. Binjakët, ditën e sotme do të ndjeni një përmirësim të ndjeshëm në jetën tuaj emocionale. Në marrëdhëniet romantike, një bisedë e hapur do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Në punë, do të keni mundësi të bëni përparime të rëndësishme, por kujdes me detajet. Financat tuaja kërkojnë vëmendje dhe është kohë e duhur për të rishikuar buxhetin. Mos merrni vendime të nxituara që mund të ndikojnë në stabilitetin tuaj financiar. Gjendja juaj emocionale do të jetë e qëndrueshme, por shmangni stresin e panevojshëm. Një shëtitje në natyrë mund të jetë çlirimi i duhur për ju. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke praktikuar frymëmarrje të thella. Qetësia do të jetë çelësi për një ditë të suksesshme. Daforia, dita e sotme mund të sjellë ndryshime të papritura në jetën tuaj profesionale. Një mundësi e re mund të shfaqet, por bëni kujdes para se të merrni ndonjë vendim të nxituar. Në aspektin e dashurisë, mos e lini pas dore partnerin, pasi mund të ndjeni një distancim emocional. Nëse jeni beqar, një takim i rastësishëm mund të sjellë emocione të reja. Financat tuaja kërkojnë vëmendje të veçantë, shmangni shpenzimet e panevojshme. Sot është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe të mos lejoni që stresi t'ju pushtojë. Merrni kohë për veten dhe relaksohuni me aktivitete që ju sjellin kënaqësi. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik, pasi një ekuilibër i mirë do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e ditës. Luani, dita e sotme mund të sjellë disa surpriza në jetën tuaj sentimentale. Një bisedë e hapur me partnerin mund të zgjidhë shumë keqkuptime dhe të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos lejoni që çështjet personale t'ju shpërqendrojnë. Financat tuaja kërkojnë një menaxhim më të kujdesshëm, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Mos harroni të merrni pak kohë për veten dhe të relaksoheni, pasi kjo do t'ju ndihmojë të përballoni stresin. Nëse ndiheni të ngarkuar emocionalisht, një shëtitje në natyrë mund të jetë zgjidhja e duhur për t'u ndier më mirë. Sot është dita për të menduar për të ardhmen dhe për të bërë plane të reja. Virgjëresha, dita e sotme sjell energji të reja që mund të ndikojnë në marrëdhëniet tuaja personale. Nëse ka pasur keqkuptime me partnerin, është momenti i duhur për të biseduar dhe për të gjetur zgjidhje. Në punë mund të ndiheni të mbingarkuar, por mos lejoni që stresi t'ju mposhtë. Organizimi i mirë dhe prioritetet e qarta do t'ju ndihmojnë të përballoni detyrat. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni në kursime. Gjendja emocionale mund të jetë pak e paqëndrueshme, ndaj merrni kohë për veten dhe përqendrohuni në aktivitete që ju relaksojnë. Një shëtitje në natyrë ose leximi i një libri do të ishin zgjedhje të mira për të qetësuar mendjen. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Beshoria, sot mund të ndiheni të mbingarkuar nga detyrat e përditshme, por mos u shqetësoni, gjithçka do të shkojë më mirë se sa mendoni. Në punë do të ketë mundësi të reja për të treguar aftësitë tuaja, ndaj mos hezitoni të merrni iniciativën. Financat do të jenë në gjendje të mirë, por është e rëndësishme të vazhdoni të ruani një qasje të kujdesshme ndaj shpenzimeve. Sa i përket jetës sentimentale, një bisedë e hapur mund të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi të vogël. Kujdesuni për gjendjen tuaj emocionale duke marrë pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues mund të jetë i dobishëm për të qetësuar mendjen tuaj. Mos harroni të qëndroni pozitiv. Akrepi, dita e sotme do të sjellë mundësi të reja në aspektin profesional, ndaj qëndro i hapur për bashkëpunime.
Në dashuri, është koha e dur për të shprehur ndjenjat tuaja dhe për të bërë plane të përbashkëta me partnerin. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj shmang shpenzimet e panevojshme dhe ruaj një balancë të kujdesshme. Nëse ndjeni të lodhur emocionalisht, dediko kohë për reflektim dhe qetësi. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë në kthimin e energjisë pozitive. Mos hezitoni të kërkoni mbështetje nga miqtë ose familja, nëse ndjeni të mbingarkuar. Kujdesuni për shëndetin dhe mos neglizhoni aktivitetet fizike që ju ndihmojnë të mbani trupin dhe mendjen aktive. Shigjëtari, një ditë plot energji dhe mundësi të reja po vjen për ju. Në aspektin e dashurisë, komunikimi është qetësi për të zgjidhur çdo keqkuptim që mund të keni me partnerin. Për ata që janë beqar, është një ditë e mirë për të takuar njerëz të rinj dhe për të zgjeruar rrethin tuaj shoqëror. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla, pasi ato do të bëjnë ndryshimin në arritjet tuaja. Financat mund të kenë nevojë për një rishikim të kujdesshëm, kështu që planifikoni me mençuri shpenzimet tuaja. Gjendja emocionale do të jetë në një nivel të mirë, por mos harroni të merrni kohë për veten dhe të relaksoheni. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke bërë gjëra që ju sjellin kënaqësi. Britsjapi. Dita e sotme mund të sjellë surpriza të këndshme në fushën e dashurisë. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të thellojë lidhjen tuaj. Në punë, përqendrimi dhe përkushtimi do të shpërblehen. Mos e humbni mundësinë për të treguar aftësitë tuaja. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmangni shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i kujdesshëm mund të ndihmojë në stabilizimin e buxhetit. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, por një aktivitet relaksues mund të sjellë qetësi. Gjeni kohë për të çlodhur dhe për të reflektuar mbi gjërat që vërtet kanë rëndësi. Mbani një qëndrim pozitiv dhe mos lejoni që stresoret e jashtëm të ndikojnë në humorin tuaj. Kujdesuni për veten dhe shijoni momentet e vogla të ditës. Ujori. Sot do të ndiheni më të përkushtuar ndaj personave të dashur. Nëse ka pasur tensione të vogla në marrëdhëniet tuaja, është momenti i duhur për t'i zgjidhur ato. Në punë, do të keni mundësi të reja për të treguar aftësitë tuaja. Mos nguroni të merrni iniciativa, pasi do të vlerësohen nga eprorët. Financat duken stabil, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Mund të jetë koha për të bërë një planifikim më të mirë të buxhetit tuaj. Në gjendjen emocionale, është e rëndësishme të gjeni pak kohë për veten dhe të relaksoheni. Një shëtitje e shkurtër në natyrë ose një libër i mirë mund të jenë zgjedhjet ideale për t'u qetësuar. Kujdesuni për veten dhe mos harroni rëndësinë e balancës në jetën tuaj. Peshqit. Sot do të ndjeni më të lidhur me emocionet tuaja dhe kjo mund të sjellë qartësi në marrëdhëniet personale. Në punë, është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos dekurajoheni nga pengesat e vogla. Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Gjatë ditës mund të ndiheni pak të lodhur emocionalisht, prandaj mos hezitoni të merrni kohë për veten tuaj. Një ecje e shkurtër në natyrë mund të ndihmojë në rigjenerimin e energjisë. Mos lejoni që shqetësimet e përditshme t'ju pengojnë të shijoni momente të vogla lumturie. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe mbani një qasje pozitive ndaj sfidave që mund të shfaqen.